na jep të mira në këtë botë e në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit. O Zot, na fut neve me të drejtit dhe na nxjerr neve me të drejtit dhe na bën të mbrojtur në njën e mbrojtës sate, sepse nuk ka mbrojtës tjetër përveç Teje, dhe thuaj, e erdhi e vërteta, u poshtë e pavërteta, gënjeshtra, zbresi nga Kurani famlar, ajo që është shërim për gjithë besimtarët islam, kurse kriminaleve nuk kushtohet tjetër përveç shumës vullnetit. Subhanallah, i pastër patëmita je o Zot, dhe hamdi, falënderimi i takon vetëm Allahut, dhe nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Allahu është më i madhi dhe nuk ka fuqi përveç fuqisë së Allahut, të lartë të madhërisëm, kurse mëshira dhe paqja qoftë mbi të dërguarin e Allahut xhaleshanu. O Zot, vetëm Ty të besojnë, librin tënë Kur'anin e praktikojnë, porositë Tua i plotësojnë dhe sunetin, traditën e të dashurit tënë të ndjekin. O Zoti ynë, vërtetë, vetëm nga Ti kërkojmë falje dhe shëndet në fe, në këtë botë e në botën tjetër ahiret. Gjithashtu kërkojmë të fitojmë xhenet dhe të na largosh nga zjarri i xhenemit. O Zoti, na dhuro të mira në këtë botë e pashtu edhe në botën tjetër. Na jep të mira dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhenemit dhe na fut në xhenet me të pastërtit. O i plot fuqishëm, o falës, o Zoti të gjitha botrave. O Allahu im, unë të kërkoj të Ty të dobishme, rrezt me bollëk dhe shërim nga çdo sëmundje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Për ajo që të festa për Bayramat. Muhammedin me kelindi, popullin islam e bindi, predikimi aty filloj, të rajetëm ja kushtoj, predikimi aty filloj.
ندعوك ونرجو غفرانك
me dhe atë që është e dukshme. Ty nuk mund të të fshehet asgjë nga çështja ime. Unë jam një rastapitur i bashur, një lipës që frikohet e që fendohet. Ti pranon dhe i njeh mëkatet e ti. Të lutem ty me lutje të të frikuarit. Mos më bën mua të keq, o Zot, bëhu me mua e frutë dhe mëshirues. O i miri lipësve dhe o i miri kryesve. O Zot, bëre zemrën time dritë, në dëgjimin tim dritë, në të pamjen tim dritë, në gjuhën time dritë, nga e gjata ime dritë, nga e marta ime dritë, mbi mua dritë, dhe nga prapa ime dritë, bëre në shpirtin tim dritë, dhe ma dhëroje dritën time. O Zot, zgjeroje qoksin tim, dhe lehtësoje qoshqen time. O Zot, unë kërkoj udhëzim dhe vorshmëri, dershmëri dhe pasuri. O Zot, unë kërkoj nga ti kënaqësinë tënde dhe xhenetin. O Zoti im, na jep në këtë botë dhe në botën tjetër të mirat dhe na mbron prej ndëshkimit të zjarrit. Zoti im, nuk kam fuqi unë kundër hidhërimit tënd, as durim kundër dënimit tënd, as nuk mund të heq dorë nga mëshira jote. Kërkoj ndihmën nga kënaqësia jote që të më mbrojë nga hidhërimi dhe nga vepasja e zemrimit tënd. O shpresa ime, o më i miri ndihmues, o më bujari bujarëve, o ti që mëshira e ti është para hidhërimit të ti, o Zoti im, o bindja ime, shpresa dhe kërkrahësi im. Ti je i pari që nuk ka gjë para teje, ti je i fundi që nuk ka gjë pas teje, ti je i dukshëm që nuk ka gjë mbi ty, ti je i brendshëm që nuk ka gjë pas teje. Kërkon ndihmë të ti nga faleminderimi dhe përtacia, nga dëshkimi i barit dhe nga shprovimi i pasurisë. Kërkoj mënyrën që shpinën ka mëshira jote, premtimin e faljes sate, shpëtimin nga çdo e mirë, shpëtimin nga çdo e keqe, dhe kërkoj fitimin e xhenetit dhe shpëtimin nga zjarri i xhenemit. O Zot, o i ditorit e fshetësive, o dëgjues i zërave, o rinjallës i të vdekurve, o pranues i lutjeve, o kryrës i nevojave, o kryes i tokës e gjejeve. Ti Allah që nuk ka Zot tjetër posa ti, që është një i vetëm, tek i pavarur, dhërues i cili nuk është dorështrenjtë, i butë që nuk diton, nuk ka gjë që mund të kundërvije çështje sate, nuk ka kush që pason pas vendimit tënd. Ti je Zoti i çdo gjë, caktues i çdo gjë, caktues i çdo gjë. Kërkoj nga ti që të më furnizosh me dituri të dobishme, me furnizim të gjithë, me zemër që frikohet, me gjuhë që përmend, që bën dhikër, punë të pastër dhe besim të sinqert. O Zot, na dhuroni me bendimin të të sinqerteteve, modestin të të nështruarve, veprat të të mirëve, bindjet e besnikëve dhe gratë të fituesve. O Zot, vërtetën e mi bindur, se patjetër do të takohemi në madhërinë tonë. Atëherë, me urdhën tënd, arsjetimet tona i vijnë të pranuara te ti, dhe mëkatet tona të falura, diturinë tona të mjaftueshme, e edhe udhëtimin tonë të falendëruar. O Zoti im, askush nuk mund të më pengon nga ti, nëse ti më poshtë dhe askush nuk mund të më dhuron diçka, nëse ti ma ke ndaluar. Atëherë, o Zot, mos më largon nga falënderimi i pakët, e as mos më mëçmo nga dënimi i pakët. O Zot, ti je suduesi i tërësisë, nuk ka Zot tjetër përveç teje, e unë jam robi yt. Vërtet i kam bërë pa drejtësi vetësime, kam pranuar mëkatin tim. Atëherë, o Zot, të lutem i fal mëkatet, sepse vërtet nuk i fal askush tjetër mëkatin përveç teje. O Zot, na i vrove nga ti të xhenetit, që syri nuk ka varë,
Vërtet, ti e begatuar si më e ndershëm dhe më i madh në ndihmës. O Zot, për të qëndrim timin në këtë vend madhështor, ose më të fundit, për më furnizon që këtë vend ta vizitoj shumë herë për udhëzimin tënd dhe të përditshme. O Zot, në këtë vend më bëj shpëtues të mëshirshëm dhe i pranoj lutjet e mia, që do jem fitues i mirësisë sate, vajte sa të pafshme, udhëzim të gjërë të Allahit dhe më bërkof mua në të gjithë punët e mia. O Zot, simin tim bëre të bërkuar në familjen time, të fëmijët e mirë në pasurinë time. O Zot, na i dhuro të mirat të kësaj bote dhe na ruaj nga të mirë. O Zot, na fal neve, prindërit e prindëve tanë, pasardhësit tanë, vëllezërit tanë, familjet tona që janë prezent e që nuk janë prezent. O mëshirkues, mëshirëbërës, salavati dhe bekimi qonë mbi shpirtin e Muhammed Mustafas, familjes e ti të ndershme, shokëve të ti besnik dhe të gjithë besimtarëve islam që do të ndjekin deri në ditën e Kiametit.
Allah